Faleminderit. Thatë që nuk ka një projekt, po përse u ngrit ky gardi rrethues në plazhin për cilin flasim dhe përse rrjeti ballkanik i investigimit thotë që ka një kompani zvërnec South Development që ka leje për të ndërtuar në këtë zonë në qoftë se nuk ka projekt, sepse Balkan Insight apo si quhet po gënjen, është shumë e thjeshtë. Nuk ka të bëjë me kush thot çfarë, por kush provon çfarë është krejt ndryshe. Unë nuk jam këtu për të thënë gënjeshtra, por as për të dëgjuar gënjeshtra. Në qoftë se dikush thot që ka një leje ndërtimi, atëherë duhet ta tregoj këtë leje ndërtimi. Përkundrazi, në qoftë se më pyesni dhe në qoftë se jeni të interesuar për faktet, mund t'ju them që ka një proces. Po, ka një kompani, sigurisht që ka një kompani. Ç'do të thotë kjo? Në qoftë se ka një kompani, nuk do të thotë që ka një projekt. Është një kompani, pra ka një shprehje interesi. Ka një proces që ka nisur me autoritetet, është një pronë private për ta bërë shumë të qartë. Sepse është kaq shqetësuese kur kalon nëpër të gjithë këta zinxhir të tërë postimesh pas postimesh dhe sheh gjëra që janë kaq të pasakta. Dhe që janë kaq neveritse, dhe në qoftë se nuk do të isha në këtë pozicion, në qoftë se nuk do të isha plotësisht i vetëdijshëm për faktin, që nuk do të njihja plotësisht faktin, do të më neveritej të shihja që qeveria ime apo kryeministri im po shesin një ishull pa më treguar as fare pse dhe çfarë do të ndodh. Po sigurisht që do të ndihesha i neveritur, por a është e vërtet? Kjo është e para. E dyta, Zvërneci dhe Ishulli janë dy projekte të ndryshme, nuk është i njëjti projekt. Çfarë do me thënë që gjithë kohës publikohet, ripostohet në Twitter apo në rrjetet tjera Ishulli, protestuesit, gardi, kjo, ajo, për të krijuar diçka që është tërësisht e neveritshme. Po ta shohësh nga këndvështrimi i dikujt që jo vetëm është në bulevard, por edhe që është në Austri apo në Amerikë, dhe të projektosh këtë imazh të Shqipërisë, një republik dreqi bananësh, ku ishujt i shiten oligarkëve, kështu në më kohë dhe ku vendi shitet sepse ka një kryeministër atje që po ju shërben oligarkëve. Çfarë është kjo? Në qoftë se kjo është e vërtet, është e neveritshme, por a është e vërtet? Kjo është pyetja ime. Ju mendoni se keni sjell fakte këtu që provojnë të kundërtën e asaj që unë po them. Por jo, nuk është kështu. Kompania është e krijuar, shprehja e interesit është e pranishme dhe marrëveshja është private. Është mënyra se si zhvillohet çdo vend demokratik. Unë nuk njoh ndonjë vend në sferën demokratike që mund t'i ndaloj privatët të bëjnë marrëveshje midis tyre. Në qoftë se njihin ndonjë, më thoni. Nuk njoh ndonjë vend ku qeveria apo institucionet janë proaktive dhe shkojnë u thonë privatëve mos guxoni të lidhni marrëveshje. E njihja një vend ku privatët nuk lejoheshin të ishin private, ku të huajt ishin të gjithë armiq, të gjithë ishin ndikim i keq. E njihja, luftova kundër dhe për fal Zotit fituam. Është gardi, e dashur.
Çdo privat në këtë vend ka të drejtën të kërkoj leje për të vendosur një gardë rrethues në pronën e tij. Çdo pronar privat në këtë vend të luftosh kundër gardeve të pronave private, çfarë do të thotë kjo? And when you have Dhe kur like this, ka një proces të tillë, when you have a back and kur forth ka with the authorities një about a project, marrje e dhënie me autoritetet për një projekt, kemi protokolle që vërtetojnë pikërisht të kundërtën. Kemi protokolle që vërtetojnë se ky vend funksionon si një vend europian. we have protocols that prove Ne kemi protokolle që provojnë me shkrim se investuesve ju janë thënë shumë gjëra për cenueshmërinë e zonës, distanca që duhet ketë zhvillimi apo ndërtimi nga laguna, për këtë, atë e atë tjetrën, për parametrat, për dendësinë e për të tjera gjëra. Çfarë mendoni? Çfarë mendoni ju? not when I say what you think, I'm not Kur them çfarë mendoni ju, nuk po ju drejtohem juve personalisht, po them çfarë do të thotë kjo. the way to make the truth be Si and to make ta gjesh, si ta gjej dikush, mënyrën që ta bëj të vërtetën, të shihet e të dëgjohet. Unë e thash ditën e parë, e thash dhe të dytën, pastaj hoqa dorë, sepse e kuptova që s'kishte më të bënte me mjedisin. Nuk kishte më të bënte me asgjë tjetër, por that it's kishte time for us to take të over. bënte me një ndjenjë që është koha jonë që të marrim kontroll. Muroj fat për këtë, por ju thash që prej ditës parë, se kush është interesuar që të flasim për këtë, është i mirë pritur këtu. And I'm here to talk Dhe unë jam këtu për të folur për projektin, për të folur për mjedisin, për të folur për parametrat, për të folur për atë çfarë duam të bëjmë, çfarë kemi bërë deri më tani, to be shown the facts, the paper, për të treguar faktet, letrat, rrugën e ndjekur, për të treguar çdo gjë environment lidhur me ligjin për mjedisin, is completely untruthful. e gjithçka e lidhur me këtë informacion krejt të pavërtet që ne ndryshuam ligjin që kjo të ndodhte. Kjo është një gënjeshtër. Dhe unë jam gati tu aprovoj këtë me fakte. Po si? How you prove facts in this Si i provon faktet në këtë botë? very, yeah, Po. yeah. So give it to her. She Ju will lutem, agree with you. jepini mikrofonin, më pëlqen kjo gjë. And the answer is Dhe përgjigjen, a e dini përgjigjen? Përgjigja ishte jo. Ne nuk flasim, ne nuk to dëgjojmë. resign. Ti duhet japësh dorëheqjen. Give it Ju lutem, jepini edhe një herë mikrofonin sepse ka diçka për të thënë.